Porositi drek me peshk në restorant, shqiptarit i servirin prangat në Pjatanc. Arrestohet në sy të dashurës. Ishte duke shijuar një drek me bazë peshku në një restorant në Darzena të Viareggio, por në Pjat i servirën prangat. Një shqiptar i shpallur në kërkim prej vitit kaluar për trafik droge dhe i dënuar me 6 vite burgim për trafikim droge është arrestuar 2 ditë më parë. Në kohën kur karabinierët arrestuan, njeriu me precedent penal ishte ulur me të dashurën e tij në një tavolinë në terrac dhe i zhytur në bisedë, ndërsa priste pjatat e tij. I kërkuari nuk u bëri rezistencë karabinierëve. Partnerja e tij që e kishte ndihmuar dhe strehuar për më shumë se 1 muaj gjithashtu mor nën hetim. Për habinet të pranishmëve, i kërkuari dukej si një klient i zakonshëm i restorantit. Hetimi kishte çuar hetuesit e karabinierët në gjurmët e tij për një farë kohe, por çdo element e vendoste atë në provincën e Luka. Ai kishte një kartë identiteti të falsifikuar me të dhëna personale jo ekzistente. Për më tepër, në makinën e përdorur për udhëtim u gjetën valixhe plot me rroba dhe sende të tjera personale të nevojshme për të ruajtur lëvizshmërinë e vazhdueshme. Përveç dënimit me burg, shqiptari duhet të paguajë edhe një gjobë prej 26.000 eurosh të përcaktuar në dënim. Ai tani është në burgun e Luka.